Përshëndetje, sot përgatis një sallatë tepër të mirë freskuese për kohë të nxehta, ja vlen ta provoni. Bëhet shumë e shijshme. Fillojmë recetën. Për ta përgatitur recetën na nevojiten trongoj. Edhe unë këtu kam 2 trongoj që po i shikoni në këtë masi. Po vazhdojmë trongojt, po i ndajmë kështu në feta të holla. Kështu e përgatisim sallatën për sot. Trongoj që janë më të plot, pra më të trash, vazhdojmë i ndajmë për gjysmë. Ndërsa këto që janë më të holl, i lajmë ashtu siç janë. Këto që janë pak më trash, po i ndajmë në mes edhe po vazhdojmë, po e ndajmë kastravecin në feta të holla. Për këtë recetë po përdorim 2 trongoj, edhe pasi që janë gati, do i hedhim në një enë. Nëse sallatën do ta hani me një herë, atëherë i shtojmë tek ena, e nëse jo do t'i lëni që ta lshojnë ujin. Këtu do të shtojmë edhe 6 lugë të gjellës me kos, 2 lugë të gjellës majonez, mandej shtojmë kryp, do të shtojmë 2 lugë të çajit ose 1 lugë të mesme me kryp, shtojmë edhe pak kopër, 1 tufë të vogël, si kjo këtu, pavarësisht 1 lugë gjelle, kopër i freskët, nëse nuk keni, mos e shtoni. Shtojmë edhe fara ose biber me fara, mandej shtojmë pak hudhër pluhur ose 1 thelb hudhër të freskët. Edhe shtojmë 1 lugë të gjellës me uthull sallate. Vazhdojmë edhe shtojmë qep të kuqe, 1 qep mesatare, të cilën gjithashtu e kam nda kështu po e shikoni në fije të holla, edhe tash krejt përbërësit i përzi me lugë. Vazhdojmë kështu e përgatisim recetën. Nëse doni, mund të shtoni edhe pak biber të zi. Pasi që t'i përzim krejt, sallatën e kemi gati. Është një nga sallatat më të shijshme që ju shkon me krejt ushqimet. Provoni edhe jo, mos e leni sepse vërtet është shumë e shijshme, shumë e mirë, edhe s'ka kush që nuk do ta pëlqente. Kjo është receta që kishim përgatitur për sot. Unë shpresoj që do ta provoni edhe këtë recetë dhe do të na shkruani në koment. Ne mund ta provojmë edhe sallatën që e kena përgatitur për sot. Ja vlen ta provoni. Këtë recetë të jetë të shijshme. Gjithashtu është freskuese dhe një nga sallatat që mund ta gatuani ose ta përgatisni në stinën e verës. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.